Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. U zgënjeshtra që këto që dëgjuam. Çan ka njerëz. Përshëndetje Koloreto, mirë se erdhe. Këtu që nga dhe ti. Këtu ja rastisëm, si çdo të hënë rastisim në të njëjtin orar këtu. Kam 2-3 pyetje, meqense rastisëm. Të lutemi bëjmë radhë. Pyetja e parë. Po. Ke dëgjuar gjë që në radio mund të ketë xhinde? Ka ndonjë mbrapa meje, po shet diçka? Jo, po dëgjoj. Domethënë, jo se po dëgjoj, po gjithmonë e lë në tjetër nivel volumi, në nivel po themi të moshës së tretë. Po. Pra ku zëri është ulët dhe nuk shqetëson. Koloreto. Dhe kur vi e gjej gjithmonë zërin sikur është një koncert në stadium. Më vjen keq të të Kush ma zgënjej. lëviz mua volumin e kufjeve? Po nga e hëna në orën 8 që ne largohemi deri të hënën tjetër në orën 6 që ne kthehemi këtu kalon shumë xhinde. Shumë. Pra konfirmon që ka xhinde. Po, ka. E dyta. Duhet çaj me ty një hall shumë të madh. Po, të ndjej. Një hall shumë të madh për ne si vajza të reja që jemi. Të ndjej. Të cilat kemi gjithmonë nevojë për një kryesisht vajza të reja, po dhe djem të rinj. Një këshill, një fjalë të mirë, një fjalë të ngrohtë. Pas kemi nevojë për më shumë. Është shtuar jashtëzakonisht tepër numri i këtyre guruve, kryesisht femra, por edhe burra. Ato që bën yoga. Jo, guru në kuptimin e njeriu që të udhëheq në jetë. Ah, okay. Guru, Mentore. jo në kuptimin e njeriu që rrim mbi një gur dhe ngrihet në ajër. Pra këta gurut që të mësojnë si të sillesh në jetë, ku diun si ta përmirësosh jetën, që të japin këshilla që janë gjitha shumë të shtrenjta. Ka plot. Bli këtë rimelin këtu, do blesh këtë kremin këtu, domethënë. Pra gjëra që supozohet të zbukurojnë jetën, në fakt si më thënë i mbushin llogarinë bankare gurus. Dhe ty thjesht të dalin vetëm para nga xhepi për të ndjekur gjithë këshillat që t'i japin këta gurut. Po. Të ashtu quajtur influencer. Po. Po thuaj thërriti me emrin e tyre të vërtet. Gjithë zhurma jam unë që përpiqem të dhunoj mikrofonin, pra ta nënshtroj mikrofonin. A e ke mirë tani? Tani është më se në rregull. Tash më bindet mua. Dhe desha të pyesja ty si influencer që je vet. Po. Edhe veten time si influencer që influencon jetën e 30-40 vetëve. Po, edhe unë familjes time. Edhe e një grupi shumë të ngushtë. Jo, unë as familja ime, po janë disa njerëz të tjerë, unë besoj të cilët nuk din shqip. Që nuk e di për çfarë arsye më ndjekin dhe kam dëshirë të mendoj gjithmonë që unë jam guruja e këtyre 30 vetëve. A je e vetëdijshme për efektin që kanë, si më thënë, këtë marrëdhënien e re të ndërtuar online mes influencerës dhe të influencerueshmes? A jam unë e vetëdijshme? Unë si Blerina. Për këtë marrëdhënie, a je vetëdijshme që është një marrëdhënie gati sadomaso? Po, diçka kam menduar. Po lexoja përmes një shkrimi të botuar në The Guardian se si e përjetojnë vajzat e vogla, kur them vajzat e vogla, në kuptoj moshat ku diun 16, 15, 18, 19, 20, 25, 30, 35. Po ti ende nuk e formuar. Pra vajzat e cilat merrte një mesazh super uljeverore, ja mor. Duan, shef, një influencer. Po, duan të më gënjejnë. Live në radio. Rikthehemi në temë. Marrëdhënia është e tillë që kjo vajza, ndjekësja e influencerës, beson se po ndjek një njeri që është shoqja vetë më e mirë. Pra sa mund të jetë shoqja jote më e mirë, një femër tjetër që ndoshta jeton edhe në një shtet tjetër, ose që jeton në një botë tjetër, pra që është gati e pa aksesueshme për ty. Është e pasur, është e bukur, është me fat, është ku diun se çfarë, domethënë ka 1 milion followers, 3 milion, 10 milion, ku diun sa mund të ketë, ti ke 3.000 njerëz që ndjek ti, dhe vetëm 200 që të ndjekin. Pra, sa e mundur që ky njeri të jetë vërtet mikesha jote më e mirë. Tash ti si vajzë dhe si influencer, a mund ma gjesh këtë, pse një vajzë e re duhet patjetër të bjerë në këtë kurth? Po sepse mbase mund të ketë pyetur mamin dhe mami nuk ka ditur të kthejë një përgjigje. Ja mund të ketë pyetur dhe motrën, po s'ka ditur të japë edhe ajo një përgjigje. Po ja mund të ketë pyetur në rrjetin e ngushtë, nuk e di. Kemi gjithmonë nevojë në jetë të marrim disa këshilla. Puna është kush gjendet aty i pari i gatshëm të t'i japi. Po pra. Kush të deli pari në feed. Kështu që tani si është halli këtyre vajzave? Jo, halli i neve vajzave të vogla është ky. Kur do çlirohemi nga këto pranga, sepse kjo është një skllavëri edhe mendore edhe ekonomike, sepse ti je prirur të harxhosh para për të ndjekur këshillat e influencerës ose të influencerit, harxhon para, e ndjek të njeriu dhe krijon një marrëdhënie, unë mendoj të sëmur. Po. Pra kur ti mendon që njeri që është shumë larg teje në gjitha pikpamjet, është njeriu më afër ti joti, unë them që këtu ka nevojë për ndërhyrje
thelbësore nga krye psikologu i Shqipërisë. Aman se do të dëgjoj, do na mbylli dhe këto pak gjëra që na kanë ngelur hapur. Aman të keqe. Dhe unë nuk dua ta thelloj edhe më atë që sapo the, po shpeshherë këto influencera japin edhe këshilla se si duhet të ushqemi, dobësohemi, shëndoshemi etj. Dhe shumica e tyre sipas të gjitha sondazheve apo sigurisht. Jo, mund të jenë edhe shumë të rrezikshme dhe dëmshme sepse sigurisht një person i pa specializuar nuk mund të thotë se çfarë të bën mirë të hash gjatë ditës për të humbur 5 kg dhe për të dobësuar apo gjëra të tjera. Ashtu tepër ky personi ndoshta po bën dhe para duke të shitur ca produkte apo duke të udhëzuar drejt ca rrugëve. Po. Pseudomjekësore për të dobësuar dhe për të, në thonë për të përmirësuar jetën. Kisha një hallf shumë më të më fal se doli pak kështu, kisha një hall krahasuar me këtë hallvën që sapo tha shumë. Fare, domethënë thjesht bëra lavatricën sot edhe kisha harruar ca facoleta te xhepi i pantallonave, i xhinseve, edhe më bllokuan lavatricën. Pra i bën thirrje të gjithë ndjekësve të emisionit që kush një Jo, nuk unë do doja ta përdorja si metafor, mos mbani asgjë brenda. Nuk është se po kërkojmë një njerëz që rregullon lavatricën. Jo, nuk ka problem. Atë e gjeta. Po që e duam dhe të martuar. E keni parasysh? Dhe mund ishte të tredhur. Pra duam të kemi besim. Nuk do ishte keq nga ato të film. Ti e do për të zhbllokuar lavatricën apo për të shqetësuar gratë e lagjes? Sepse ky me paliceta zakonisht e diti që ky me paliceta mund mos di si zbërthehen palicetat. Ja kanë veshur vetëm sa për reklam. S'ka gjë sa të e din gratë e lagjes tim. Blerina, për ta mbyllur gjithë këtë po themi hallakatje në për problematikat tona të përditshme, unë kisha halle çik më serioze se të tuat me lavatricën. Do të prezantoj mbas një bloku publicitar, besoj, me një këngë nga një muzikant të cilin unë do të kem fatin ta shoh pas nesër live, diku jashtë shtetit. Të kam shumë zili. Po. Michael Jackson, besoj. Jo, nuk po shkoj në Varreza për të zhgroposur. Base në Parajs. Se mbi gjitha nuk jam shumë i sigurt ku e kam varrosur të Michaelin. Mund të jetë akoma gjallë, nuk e di. Por është një këngë e Michaelit e rimarr nga Santana në albumin e tij të fundit. Një këngë e vjetër pothuajse si një këngë që ka kaluar kështu si e humbur. Por e ka risjell Santana dhe më pëlqen shumë kitara këtu. Stranger in Moscow. Qartë. Blerina, në bashkëpunim me Xhindet më hoqët versionin e Santanës që doja të dëgjoja. Ta hoqëm, po ti do shkosh ta dëgjosh live, kështu që versionin e origjinal të një njeriu të vdekur. Por njerëzit mund ta imagjinojnë që ka një version me kitarë nga Santana të kësaj këngë. Kush nuk e imagjinon dot, le të futet ta shohë në YouTube. Ashtu. Ose në një aplikacion tjetër muzikor. Jemi në verë. Dhe megjithatë, ose kështu kujtojmë ne. Nuk mungojnë çudirat. Na kanë përmbytur nga gjitha anët. Do fillosh ti atë filloj unë. Fillo ti. Ç'ke për të thënë? Ç'ke për mbledhur? Nga Korça, e do nga Lushnja apo e do nga Tirana, nga do. Po filloj nga kjo që më çuditi më shumë nga të gjithë. Do nga Korça, mirë. Korça është bashkuar me Tiranën për të vendosur një rekord të ri. Rekordin e hedhjes së mollëve nga Korça në Tiranë. Kush e hedh më larg? Do thotë që 1/3 familjeve në këto dy qytete, në Korçë dhe në Tiranë, është një familje e shëndetshme e përbërë nga një person i vetëm. Se ti nuk e besoj që korçarët mund të jetonin vetëm. O jetojnë korçarët vetëm, o nuk jeton njëri tjetër në Republikë. Po janë diku në në emigracion, o i kanë vrarë, i mbajnë dollap dhe se ka marrë vesh njëri. Pra diku janë familjarët, po nuk janë në Shqipëri dhe nuk janë në shtëpi. Pra rekordi ndahet midis Korçës dhe Tiranës, po thua. Janë në të dyja qytetet. Tiranë e Gjirokastra ka futur pak dorë aty, domethënë në dhëna, po s'ka rëndësi. Korça dhe Tirana kryesisht janë qytete me numrin më të madh të familjeve një personçe. Po. Pra janë njerëz që janë nisur për të bërë një familje. Po rrugës është pak a shumë se Barcaleta me ajo memja me atë njeriu në motor që i lexohet një shkrim në shtëpinë që po e lexuat këtë shkrim gruaja ra nga motori. Është e njëjta gjë don. Po e lexove këtë shkrim, ky është një korçar. Po. Të cilit gruaja dhe fëmijët i kanë rënë pa dashje nga shtëpia, do nga Shqipëria. Qartë. Ran nga Shqipëria në Selanik. Si mund ta them, ndryshe. Të jap dhe përqindjen e saktë. Po 1/3, 30. Tirana ka 32. Po. Korça ka 31.9 ku diun. Pra janë si më thënë aty. Jo 33.33333. Pra nuk janë 1/3 fiks, janë ca njerëz që na prishin atë
Atë përqindjen, si më thënë, Perfekte. po, ke gjë? Ksamili ka hapur sezonin e verës dhe e ka hapur, e ka çelur ashtu siç e ka hije. Sezoni i gjuetisë me një tuaj, sherr domethënë. për vend parkimi nga i cili ka dalë 5 të plagosur. Ka dalë gjallë. Po, janë thjesht të Pra, kur plagosur. thua kanë dalë, si më thënë, janë Kanë dalë- zvarritur për të dalë jashtë rrezës së ngjarjes? Po, mund të jenë në Saran tashmë, po quhen gjithsesi të Ksamilit. Sepse siç e thot një fjalë e urtë, ksamiloqe, ksamiliaqe, si thon Ksamiliane. ksamiliane, po. Thotë që Maces do t'ja kpusësh kokën ditën e parë të sezonit. Pra vin turistë aty me treku kush e bën ligjin në Ksamil, tak. I fusin. Unë mendoj që është i gjithë një sherr i sajuar për t'i Për të treguar tërhequr gjithë vëmendjen e turistëve. kush është burri në Ksamil. Qartë. Është ky Ksamiloqi. Të them dhe një nga Rogozhina, apo do më thuash atë të... Kam një që le të dëgjojmë dhe Rogozhinën dhe ta Jo, mbyllim me që pastaj. shkonte me këtë të Sarandë, të Ksamilit. Pra, nëse në Ksamil kam bërë sherr për vend parkimin, në Rogozhin, pak më kreativ, janë sherrosur për të lehurat e qenit. Po keq, janë sherrosur keq. Pra, rogozhilianët, thua ti, Tani, unë nuk e di nëse në Rogozhin, kanë arritur në nivele të tilla sofistikimi, po, sa që pra kanë vesh kaq muzikor, sa të kuptojnë lefjet e qenve, edhe të zihen për to. po, janë plagosur dy persona për këtë dhe unë nuk di nëse vlen edhe në Republikën e Rogozhinës shpreha e famshme popullore e Republikës së Shqipërisë, qend le të lehin. E Republikës Fqinj të Shqipërisë. Qend le të lehin karvani të ecë përpara. Nuk e di Tash pse. karvani aty ecta apo ishte Jo, pra bllokuar nga urrahën u plagos. Pra s'kishte karvani nuk eci. Jo. Më vjen mirë. Tani cili qen do shkojnë në konservatorin e Republikës Fqinj të Shqipërisë? Dim gjë? Nuk di për çfarë po flet. Ata vetëm sepse në Rogozhin vetëm për shkolla të larta zihen, pra për kush do marri bursën për në konservator. Blerina. Letërim tek konservatori. Po. Qeveria shqiptare Ha. Sa bure nisa. do të ngrej një universitet. Tash se çfarë? Pra që kur dëgjon fjalin do ngrej një universitet, ti thu ku mor burr, ku do e ngrejnë, mor, ku ka vend më, mor. Se gjithmonë është frika që do ta ngrejnë brenda shtëpisë tënde, pra brenda në kuzhinë do gjesh një po ngrej një gjë tjetër. Do ngrej një universitet për qytetarët mbi 50 vjeç në Tiranë. Ja, do jem frymzuar nga lajmi i atij zotrisë 74 vjeçar që dha provimet e maturës pak ditë më parë. Ma mbaj zotrin aty. Mos e lër tiki Ku ta mbaj? dhe mos e lër të vdesi. Sa të marrim Ta mbaj lajmin ne. lart? Po, mu duk shumë cinike që hapet një universitet për qytetar mbi 50 vjeç në një vend ku ti nuk arrin dot të joshësh të rinjt. Pra të rinjt fillojnë, bëjnë një vit këtu dhe kërcejnë ikin në Gjermani. Tani me këtë që na kanë ngelur kolo. Thjesht nuk e kuptoj pse për shembull një qytetar 50 vjeçar nuk mund të shkojë në një universitet çfarë do, në fakultetin e mineralogjisë për shembull dhe të regjistrohet dhe Unë mendoj që qeveria po i garanton mbrojtje nga turpi. Pra që këta mos i rrahe, do mos i Po i bullizoj getizon. lagja që i studi po shkon në shkollë, këta do shkojnë natën Në dhe do qeftas. futen në një universitet, në një vend lokacion si thuhet undisclosed, pra që nuk dihet mirë se ku është. e qartë. Do u lidhin syt e do i fusin nëpër klasa. E qartë. Kam edhe një lajm tjetër. Ma thuaj, mos se kurse. Besoj që ti sikurse dhe unë more frymë dhe u qetësova për atë paqen fiskale. Mund ta shqyr. Biles unë e dhash votën këtë radhë kështu pra, i bindur. Unë Gjobën votoj ma për falë. paqen. Për paqen fiskale. Po, duke shpresuar që nga paqja fiskale këtu të sigurohet paqja në Gaza etj. Jo. Paqja fiskale doli që që unë dhe ti, E kemi keq kuptuar kolo. pra ne do dy që mezi po prisim një arsye për të dhënë votën partisë, Ja. e pas kemi keq kuptuar. Kedosi sapo na e Sa po dëgjoj fjalën paqe dhe parti, pap thot do ikim do e mbyllim. publicitet. Kjo playlista e sot me Coloreto shkoka shumë me këtë tensionin e ulët që ka shkaktuar vapa. Këtë mendova dhe unë. Si mund të zgjidhin problemet e rogozhinjarëve dhe të ksamilogjve. Dhe zgjidhja është kjo, muzikë relaksuese. Tani, Pra jo upa dupa, upsi dupsi. po në këtë orë me këtë diell akoma Sepse aktiv. plasin sherrën në stadium dhe si thoshte Gaqo Bushaka do bën pis pantallonat e reja. Ç'është ky libër? Çufo. Bibla shqiptarëve. Domethënë, nëse ku di unë,
disa kanë Biblën, ku diun ata kanë Torën e famshme, Torahun, ku diun si ja thon, ne kemi Çufën dhe bubin kastrorel. Tani, meqense është propozuar diku në për analet e internetit një listë me 10 libra, po themi, që mund të konsiderohen red flags, që është një fjalë, tog fjalësh kaq i përdorur nga të rinjtë e sotëm, pra një sinjal alarmi. Dhe s'ka lidhje me flamurin ton kombëtar. Jo, fare. Nuk ka. Është thjesht një red flag, është një sinjal alarmi që dikush që mund të jetë një partner potencial apo edhe një mik apo mikesh potenciale lëshon padashje, por ti duhet ta kapësh në ajër në mënyrë që të evitosh vetes një sër vuajtjesh të ardhshme. Të paktën kështu e mendojnë të rinjtë e sotëm. Kjo listë e 10 librave të trive të sotëm. Ç'kemi ne, Blerina? A mund të flasim për brezin tënd? Më fal, flas për veten time, po. Ju jeni shkuar, ju. Florenci, ne kemi të ardhmen para. Kolegu ynë i nderuar ka përpiluar listën e tij, që tashmë është dhe e jona dhe në këtë çast do të bëhet edhe e juaja. Edhe ju sugjeroj që ta dëgjoni me vëmendje, sepse nëse partnerja, shoku apo mikesha që jeni duke frekuentuar ka lexuar një nga 10 librat e mëposhtëm dhe ju sugjeron juve me zjarr. Dhe ju thot kam lexuar një libër të jashtëzakonshëm, ky është një sinjal alarmi i tmerrshëm që duhet ju bëj të çoheni urgjent dhe t'ia mbathni vrapit. Mbasi ti hidhni pak koçifoz në kafe. Ta filloj unë se kam me një super titull. Të lutem. Pra, nëse ajo ju thot se një ndër librat e tij të preferuar është libri Kurban, kjo është një shenjë e pagabueshme që jeni ulur me një patronazhiste. Që ndër të tjera nuk di as shkrimes e këndim, sepse librin Kurban nuk e ka lexuar as vet i Zotit që ka shkruar. Ai transmetohet me val. Po. Ai do dekodifikohet pas 300-400 vjetësh. Kodi Kurban. Po pra. KK. Mateo 2015. Jo, fal 2012 është, në mos gaboj si libër. Një tjetër libër që duhet t'ju ndezi llamp të kuqe, kështu një pop, nëse partneri, shoku, shoqja juaj e ka lexuar dhe ju rekomandon, është Vrima e Rita Petros. Ku po flasim për librin me titull Vrima të Rita Petros dhe jo për vrimën që Rita Petro hap në mur me gozht. Kur do të prishi qetësinë e komshiut, Rita Petro merr një gozht dhe hap një vrim. Tu nuk po flasim për vrimën në mur, ose në dysheme, ose kudo tjetër që Rita Petro do të hap vrima nëpër shtëpinë e vet, por për librin me titullin Vrima, sepse kjo do të thotë që njeriu që po ju rekomandon është fanatik bilardoje. Do ta kaloj gjithë jetën në bilardo. Po se çfarë mund të shtyjë të blesh një titull të tillë përveç se pasionet për bilardon dhe vrimat e saj. Mendo dhe bëu i pasur mund të jetë një tjetër titull që është një kambanë vërtet alarmi, dhe kjo sepse duhet të kuptoni, të lexoni mes rreshtave se për të kursyer para, personi përballë jush do të ishte i gatshëm të jetonte edhe me mamin. Por kujdes, duke ja shndruar shtëpinë asaj në një minier Bitcoini. Blerina, shumë e vërtet, më ka rekomanduar dikush një libër shqiptar, si të bësh i pasur, apo si të bësh milioner, s'm kujtohet mirë. Ndërkohë që jetonte me mamin. Pikërisht. Dhe unë e kuptova në moment dëmin që donte të më bënte, duke më sugjeruar atë libër, dhe shtyva në rrotat e trenit. Por nuk e dija që treni nuk funksiononte për shumë kohësh dhe ai njeriu shpëtoi. Kush e di kujt është duke nxjerrë jetën me këtë libër. Provoje nga 2030 se thonë që do ketë linja direkte me Evropën. Po s'do kemi libra në atë kohë, nuk do kemi arsye për të hedhur në rrotat e trenit. Lolita e Nabokovit. Njeriu që mund t'ju rekomandoj këtë libër do thotë, pra, sinjalizimi, llampa e kuqe që pluskon është për faktin që ky njeri jo vetëm që s'e ka lexuar, por mendojnë që ky libër është një kolazh me statuse nga faqja Lolita në Facebook. Çka i vë një kryq personi që ju rekomandon? Sigurisht, nëse ajo ju thot që ndër librat e preferuar ka veprën e plot të Enver Hoxhës, duhet ta evitoni, sepse duhet kuptoni që me të nuk do të bëni kurrë debat, sepse do t'ju quaj revizionist. Dhe mbi të gjitha do të mendoj se abonimi juaj i Netflixit është një ves mikroborgjez i këtyre të rinjve të sotëm. Pa folur që me librat e Enver Hoxhës ti mund të shkaktosh dëmet pariparueshme në kokë, po di biesh dikujt. Dhe me sa kam mesazh zbuluar kohët e fundit, plumbi bën keq edhe për përdorime
Po ti hash, dhe po të tentosh ti hash librat e Enver Hoxhës, ato duhet shoqëruar me librin Kurban në fakt. Se me librin Kurban është një lloj sallate që zbut pak ato të Enverit, po next. Buk me Sallam, libri i Bukovskit. Njeriu që rekomandon këtë libër, ka nevojë Blerina ta portretizojë, po kupton veti. Pra, njeriu që rekomandon këtë libër është njeriu që pi alkool, pi duhan, ka borxhe, vishet bohem. Bohem, Blerina. Keq. Vishet, se kemi një fjalë të bukur shqipe që është jo, është më shqipe se kaq. Si barbon. Pra është fjala e bukur shqipe barbon. Bën dush një herë në muaj, sepse dushin fundit Blerina është për konformistët, nuk është për këta njerëzit alla Bukovski me bukë sallam. Po edhe njeriu me top, i Dritëra Golli do të ishte një tjetër red flag, një sinjal i kuq, sepse do të thotë që personi që keni përballë beson se zgjidhja vjen me plumb dhe jo me dialog. A ka mundësi të vëmë në këtë listë të librave që janë sinjale të qarta të problemeve mendore të atij që sugjeron, edhe librin të Anton Pashkut. Kjo shkon me atë të Rita Petros. Po, nëse dikush ju sugjeron vrimën e Rita Petros, ju ktheheni me e Anton Pashkut, sepse qëllimi është që ky njeri, shiko, mund të qëndrojë edhe në të kundërt. Nëse dikush ju thot, ju mund të thoni Rita Petro. Blerina varet nga cila anë e tavolinës je. Por jam shumë dakord që është një rrugë dy kafshë. Vrima, pra është një bisedë letrare e niveleve të larta. Njeriu që ju sugjeron nëse s'po flas për. E kuptoni vetë që do seks që në takimin e parë. Veç të keqe ka këtu do thoja unë, më fal. Po nuk e di si e mendojnë të rinë këtë punë. Edhe kujtimet e Kazanovës është një tjetër këmban alarmi, sepse do të thotë se Kavanoza i bëra një anagram emrit të Kazanovës. Do të thotë se Kazanova është njeriu më i keq kuptuar i historisë, pra ai mendon se Kazanova është një i keq kuptuar i historisë dhe do të ketë tendencën që të ju tradhtoj me të parën që do t'i dalë përpara. Ka lexuar vetëm titullin me sa duket edhe e qartë Blerina. A mund të vëmë në listë librin Pse? Pse? Të Stereospases. Jo, pse duhet ta vëmë në listë? Ishte pyetje. Po sepse është anti-vax. Është njëri që kundërshton vaksinat, Blerina. Kemë listë, un kam akoma. Jepi. Para se shkojmë me reklama, un kam akoma në listë dashur Blerina. Po. Një sinjalizim me llampë të kuqe është edhe çdo libër i Ben Blushit. Pse do thuash ti? Sepse bie personi që po ja rekomandon përballë jush është vetë Ben Blushi. Është i vetmi thua. Që rekomandon librat. Që ka shumë e bukur, sikur të isha djalë, Hakis Tërmilli. Ndoshta personi që po ju sugjeron është Beyoncé. Ka mundsi. Ka një këngë, If I Were a Boy. Po libri Krushqit janë të ngrirë Kadares, Blerina. Ti do thuash, po s'keqe katër, sepse ai jo vetëm që s'ka lexuar, po të tonë që tani të bëj humor të zi me prindrit e tu nesër nëse do kenë një shans për të krushquar së bashku. Zorba Niko Kazanzaçi, sepse të gjitha gjasat janë që ai merr pension nga shteti grek. Okej. Jo vetëm kaq, por është edhe spioni, si quhet agjencia greke Zorbaqis, ku ti thua ka një emër kështu, domethënë kjo agjencia e spionazhit grek. Ikim nga librat që do të ishin libra me pull të kuqe, me ku diun, me makinë të kuqe, me flamur të kuq, me pluskim të kuq, me gjithë gjërat e kuqe, po. Për të shkuar, ku do shkojmë dashur DJ? Reklamash. Prap me reklama? Prap reklama, po. Bravo ti. Lëna pas dore, do më të harruara, më të mos përfoluara të Queen, dhe më vjen gjuna. Dhe thash, po mirë, hajde ta dëgjojmë edhe një herë kështu. Këta s'ke ku i dëgjon? Është vaft gjunafi, Blerina. Kam në dorë një libër, është libri, po, s'dia ta quaj libër, revistë apo ka një format udhërrëfyes të pazakont. Është një libër i botuar me dy autorë, Erion Jakupi dhe Alban Kardashi. Titulli është 99 xhuma pa një shabat. Në klapa thuhet për mbledhje dashnie, në kopertinë është një dervish. Është një libër që ka nota humori nëpër të. Titulli në fakt është por për shembull jam të them diçka të vogël për të kuptuar se çfarë libri është ky. Në faqen 5, pra në faqen 4 shkruhet u poshtë. Kjo është faqja 4. Pastaj vjen faqja 5. Dhe me të vërtetë. Dhe me të vërtetë është faqja 4. Faqja tjetër që është ku thuhet kjo është faqja 5. Është me të vërtetë faqja 5. Lexoj dedikimin.
Te kjo faqe duhet ishte recenza e një personazhi të madh publik, shkrimi I cili do të na jepte famë. Por ai kishte ikur emigrant në Reps dhe lam fare. Është në fakt bashkë bisedimi për 4 vjet rresht në Facebook, të cilin unë duke mos pasur Facebook-un nuk e di, ndërmjet 2 personazheve, njëri është Togeri Lukash, kështu I quajnë veten Erion Jakupi, dhe tjetri është Alban Kardashi, një mik që kam gati si vlla. Jo gati si vlla, kam si vlla. Dhe thash, ky libër ndoshta nuk është në treg, pra gjendet vetëm në një pikë shitje në Tiranë. Por ja vlen të ata që njohin personazhet besoj do argëtohen. Dhe libri është një eksperiencë shumë e bukur edhe fetare Blerina, sepse të dy autorët duke shkruar njëri tjetrin çdo të premte, krijojnë një kështu një futen eksplorojnë Zotin, Jezuin, Allahun. Po pra, mua më duk pak Shkurse s'kemi shumë kohë, më thot DJ Kedosi. Më duk pak si 12 vallëzime pa një të shtunë. Është ta shpjetoj diku. 99 xhuma pa një shabat. Po. Ku e kisha unë një gjë që doja të lexoja? Po, në 30 prill 2021 Alban Kardashi shkruante Erion Jakupit. I dashur vlla, në këtë xhuma që vjen pas një periudhe, jo, nuk do ta lexoj këtë gjë. Po. Po lexoj diçka tjetër, 25 qershor 2021. Alban Kardashi shkruan prap Erion Jakupit. Lexo pa zë vlla I dashur Toger Lukash, sepse sot në këtë xhumat bekuar, këto janë fjalët që I drejtohen atij që është I vetmi që ka mundësinë të dëgjojë atë që ke në mendje dhe në zemër. Dhe shkrua dhe jep një pasazh fetar ku ideja është të bëhemi të mirë për veten dhe të bëhemi të mirë për fëmijët tan. Po. Dhe bashkëshoqëruar me artikullin janë dhe komentet poshtë që njerëzit kanë bërë në Facebook. Me artikullin thash me këtë sentencë. Toger Lukash I thot në datën 5 mars. Kisha shumë kohë pa dëgjuar një Manu Chao, Coloreto. Është Manu I ri, domethënë I freskët, I ri shpikur, I sapo dal në treg, domethënë, I sapo dal nga veza. O ti rrofsh. E dashur Blerina. Më thuaj. A je gati për të përballuar lajme të mira? Jo, të mira po. Po ndonjëherë këto të mirat se ç'veshin një xhaket. Po të mirat janë kështu sikur të bien me shpull mbas koke. Dhe ti thua po ku? Pse? Mos do të më thuash që Shqipëria prodhon më shumë arkitekturë se çdo vend tjetër I Evropës? Ky është një lajm I mirë për Europën. Ky është një lajm po jo I mirë për neve. Pra Shqipëria prodhon vërtet monstra arkitekturore më të mëdha se gjithë Europa bashkë. Por nuk di nëse futet lajmet e mira apo jo. Flamingot Blerina. Janë rikthyer. Lajmi I keq thurë që flamingot që kanë vërtet budallaqe. Po më the që ishte një lajm I mirë. Po, lajmi I mirë është flamingot po folezojnë për herë të parë në Shqipëri në zemër të lakunës së Nartës dhe nuk e dinë ç'do ndodh. Shqyr zoti që aeroport ndoshta nuk do vihet paktën këtë vit në punë. Jo, zgjedhjet ikën tani. Po, tash mbas 10 vjetësh mbase të shpresojmë mbas 10 vjetësh ose le të shpresojmë që ato xhindet e aeroportit që thonë që janë aty do mos I lën as të ngrihen dhe as të zbresin. Por flamingot e shkreta nuk e kanë kuptuar akoma që aty qeveria u ka bërë ben, u ka vënë atë makinën e mishit. Që është po themi është elika e këtyre avionëve. Ndërkohë, a do të dish ti për Ksamilin, përveç asaj që më the një lajm tjetër të mirë? Nëse është I mirë, e dua. Po. Policia ka gjetur një lokal me muzikë mbi normat. Dhe kanë proceduar. Jam kurioze si e dalluan. 33 vjeçarin. Duke ndenjur ditë të tëra në kërkim, duke osorollatur, siç dëgjojmë diçka se nga unë mendova që ose Elton Deda është bërë polic në Ksamil dhe nxjerrin vërdall për të, sepse Elton Deda mund ta ndjejë edhe me vesh ndoshta, po themi sa lart dhe sa ulët është muzika. Dhe duke shpresuar që ky gjykim I policëve të Ksamilit nuk bazohet mbi shihet e tyre muzikore. Ç'ka muzikë kështu? Bllokoja këtë. Po jam shumë kurioz të di cilat janë normat për një polic Ksamilqar. Ksamil. Apo Ksamiloq, si ja thamë, domethënë si ja thonë emrin njëri tjetrit. Megjithatë kam dëgjuar që kanë dalë me mikrofon në dorë. Po, regjistrojnë zërin dhe e lidhin me ChatGPT-n dhe ChatGPT-ja u nxjerr. ChatGPT-ja ka dëshirë të lozë policët. E kanë pyetur ChatGPT-n, a loz ti me policët? Loz. Ku? Në Ksamil. Po, ja fusin ChatGPT dhe ChatGPT-ja u nxjerr decibelët. Qartë. Dhe këta shkojnë dhe procedojnë atë burrin aty. 33 vjeçarin. Pastaj mësuan që nuk lëshonte edhe faturat të timore. Ky paska të vitet e Krishtit. Këti shkuan për muzikë të shëmtuar. Dhe panë që kishte punësuar dhe personat, pra janë vënë këtij tipit. E qartë.
deshën ta kapin nga muzika, e kapën nga gjitha anët, edhe praç, edhe mbrapsh. Ke tjetër? Po mund ta gjej ndonjë. Unë nuk e di ti si të han mushkonjat? Heri ha, herë më ha. Atëherë, nëse Një herë ha unë, një herë më han ato. Nëse do që të jesh nga ata që nuk të han mushkonjat, duhet të shkosh ku do thuash ti? Në Pol të Veriut. Në Island. Fëri kam shkuar, po. Edhe mushkonja lodhet, pra mushkoj lodhet. Nuk ka. Mushkonja s'ka fare, nuk ekzistojnë fare, zero. Pa e diti sa është bileta për në Island apo jo? Po tani. Po ç'i di mushkonja ti? Milioner, oligarke? Ama, nëse do doje ti ndonjëherë të hakmeresh, po ti Dhe një mushkonje. Gja ma the që hakmeresh dhe i ha. O bera, nuk hakmerem, ne jemi Baras. Unë dhe mushkonjat jemi duke vënë ekuilibra natyror në botë. E qartë, jeni duke zbatuar Darwinin. Pra, nëse do të hakme, jo ti, po kush do të hakmeret ndaj mushkonjave? Unë, thuaj troç, ha. Mund të shkosh jo në Island, por në Finland. Sepse prej vitesh tashmë, në sezonin e verës, Finlanda organizoka një turne, një garë ndërkombëtare të vrasjes së mushkonjave. Dhe deri tani rekordin e mban dikush që për 5 minuta ka vrarë 21 mushkonja. Kjo ishte një thirrje publike ndaj zotit Erion Braçe, i cili ka vite me sa di unë që mendon si ta lulëzoj atë lushnjë, a ku di unë kur është deputet, se marr vesh asnjëherë. Di që është ande nga, si më thënë, në zona fushore. Po jo, më duke dagja 10. Fushësh ante? Se ky është i fushave kam dëgjuar. Ka qef kështu të bëj fushate për fusha. Po mund të bëj fushat. Thirrje për të lulëzuar dhe për të gjallëruar dhe për të ndërkombëtarizuar lushnjën. Po, mund të hapë një kampionati i dytë më i famshëm. Sigurisht që Braçe do e nisi dhe ky tjetri do ja marr, sepse ky nuk mund lër Braçen që të shpiki gjë të bukur, domethënë si kampionati i vrasjes, ndërkombëtar i vrasjes së mushkonja, po nisi. Rikthehemi në lajme. Më pëlqeu shumë kjo që the Blerina. Unë do shkoj të bëj kampionatin tim në lushnjë, nuk do shkoj në Finland. Apo pres thirrjen nga Braçe. Mbas një bloku reklamash do rikthehemi për fjalorin. Pa, ty u pak të lutem. Pra njëri që mendon gjithkohon për ty, ti ke të gjithë të drejtat e botës ta denoncosh edhe ta haj burgun. Edhe mendoj atje për ty. Puna është që kur hyn në burg, është kaq i poshtë sa që fillon dhe mendon për gardianen, për gjithmonë për dikë tjetër dhe jo për ty. Kjo ishte Fiorella Manoja me një këngë të lashtë, të stërlasht të Lucio Battisti që ka rritur shumë breza. Lucio Battisti ka rritur gjithë bezat e prindërve dhe gjyshërve tan. Pa. Fjalori i gjuhës sot me shqipe. Ha një. Ku kemi ngjitur mama? Që është shumë i kohës së kësaj këngës që sapo dëgjuam. E kemi lënë dasmat Blerina. A mund t'i kalojmë? Të kalojmë dasmorin? Nuk janë më në mod. Fjalën dasmore. Do dali fare nga qarkullimi për pak. Siç po shoh këtu, është femërorja e dasmorit. Ti do të kalojmë pa e ditur që ekziston fjala shqipe e bukur dasmoresh. Që është version tjetër i dasmores. Është një profesion që nuk do ekzistojë më në të ardhmen. Dash. Kalojmë tek dash. Departamenti amerikan është jo? Po, është ose ndryshe mashkulli i deles. Okay. Kemi departament amerikan të shtetit të bardhë, kemi dash të zi, dash të egër, dash me brirë të përkulur që rron zakonisht në plajt e maleve të larta. Dash, pas kemi dash shyt, dash i tredhur, ndryshe thuhet tredhak, dash vargër. Çfarë mo? Vargër, i virgjër, ja, se kuptoj mirë. Vargër thotë po. Mbas e mbën syt. Duhet presim vend që të kuptojmë çfarë është i vargër. Dën kur të kemi bërë 90 vjeç. Dashace, dash i këmborësh, më fal. S'ka marrë akoma atje te P-ja. Mish dashi, kok dashi, brirët e dashit. Se çfarë thash, ç'to thoje me B? Zihen si desht. Avash bësh legu dash. Oh, kjo është e bukur. Po, që është fjalë e urtë domethënë. Apo dashi të rritur nuk i dridhet briri, një fjalë tjetër e urtë. Nuk. Ndryshe, si kuptimi i dytë. Një herë të lutem. Dashi të rritur nuk i dridhet briri. Mund ta mbaj pak shënim se kam dikë që mund t'ia them. Ke dikë nga shenja e dashit apo ke dikë me brir? Jo, kam dikë që po, që i dridhet briri dhe mund t'ia jap si sugjerim. Dash. A do t'ja bëj me foto nga fjalori që kam përpara? Dash. Vazhdo ti s'ka. Vazhdoj po. Kuptimi i dytë. Pjesët e dala prej guri në të dy anët e vatrës. Desht e oxhakut, desht e zjarrit. Për një fjalë që unë nuk e kisha përdorur, unë sa herë kam ndonjur pranë zjarrit Blerina,
Dhe se kisha kuptuar që ato që dalin atje ato pjesët për gurin që kanë desht e zjarrit. Tani do kem mundësi të jo vetëm të ulem buz zjarrit, po të kuvendoj për zjarrin, po. Në kuptimin historik, dash është një traj i madh, në kuptimin historik, në fjalorin e historisë, dashi është një traj i madh me maj për metali që përdorej si mjet për të shpuar muret e kështjellave apo për të shpërthyer portat e tyre. E ke parë me 21 janar, domethënë, që përdoren një dash, po. Në rast dashi ishte një makinë, një vetur që deshën ta plasin aty, ha. E goditnin portën me dash, i shëmbën muret me dash. E kemi parë në Capitol Hill. Në astronomi. Që thotë, ua. E më të thua, e mos kem braçe. Ysia e parë e zodiakut. Nga ana figurative, dash është njeriu shëndosh i bukur dhe i hijshëm, sidomos për fëmijë, thotë, o dash i mamit. Kam dëgjuar njërin që thoshte o dash i mamit dhe un pata prik që ai fëmijë nuk e kapit nesërme në hëngrën. Unë uroj pa. Kishin nisur të hanin që rrugës dashin. Vegetariane së paku. Kemi frazat e tipit dash me flok, po duhet presim flokun për ta kuptuar. Ku presim? Dash me këmbor, duhet presim këmborën. Si dashi me këmbor, prapë te këmbora do shkojmë dashi dashi kurbani, do presim kurbanin, shkoj si dash kurbani, prapë te kurbani, nejse. Janë njësi, unë besoj që këta janë të kuptueshme, por më vjen mirë që fjalori na orientoj gjithmonë te fjala tjetër jo te dashi. Pra, për të kuptuar dashi e kurbanit, do shkojmë te k-ja për të lexuar kurbanin. Por do të them një fjalë, një fjalë të urtë. Surprizom. Një fjalë të urtë, që do ta lexojmë dhe do ta kuptojmë se ç'do thotë tek folja marr. Mori dash Delia. Pra, kjo është më pornografike se kaq, që nuk besoj se do mund të thuaj në këtë fjalor. Më thuaj vetëm nëse është në kuptimin e mirë të fjalës. Kaq thotu, mori dash Delia, shi tek marr. Jo te Delia. Jo. Delia mori tash të kuptojmë çka marr. Vajti si lëkur dashi, do presim të shkojmë te lëkura. Dash hidraulik është një mekanizëm që shërben për ngritjen e ujit. Për quhet dash hidraulik. Po mbi themi ne. Tani do të them një fjalë tjetër të bukur të shqipes. Që hera parë që dëgjoj në jetë. Dash deti. Dash deti? Po kal deti. Jo më Blerina. Jo po qen deti. Hajti numërojmë gjithë gjërat e detit që mund të ishin. Mace e detit. Vajza e detit, djemt e detit. Milingon deti. Lia, do dëgjosh ç'është dash i detit apo jo? Po. Atëherë, dash deti i thon pelikanit në zoologji. Po. Ashtu be. Dashakeqt, pra është kanë shpjeguar me keq dashës. Dashakeq. E kundërta është dashamir. Dashakeqe është mbiemër në këtë rast. Po, ecim. Kemi dashakeqësin, siç e thash, dashaligës. Pra njëri që do të ligën një keq dashës, dashaligësi. Dashaligësi. Por kemi edhe dashamir shehin këtu në fjalor. Ai që do të mirën, diku te diçkaje. Ai që e do dhe përka diçka, mik. E kundërta e dashamir shehet është dashakeqi. Miq e dashimir sheher është një fjalë tjetër popullore. Rreth e dashamir sheher. Dashamir sheh gjuhës e tjera. Po vazhdove kështu do të marri Akademia e Shkencave të përdori dashamire me dashamir versionin e përditësuar të fjalorit të gjuhës së sotme shqipe. Do doja të kisha arritur deri tek dashnori dhe dashnoria. Po s'kemi kohë. Por si e dal dot. Dhe sa mirë. Kështu që do të rikthehemi me dashamirësisht herë nashme. Shënjoje, të lutem. Publicitet. Pra ti e sheh dhe e dëgjon këngën. Dhe pëlqeu që nuk tentonte të shiste me kultur me shal, me gjëra me femra të bukura që kërcejnë e hidhen për dridhen me bikini, po ishte një burr me flok të palara të gjata edhe kështu si me brekushe plazhi xhameke. Ashtu ne. Breja do të flas për gjëra shumë të bukura. Hajde, fillo ti se unë do të ta pres. Do ta presësh gëzimin në ku do ta presësh në mes. Do ta pres fjalën. Shumë bukur. Atëherë, e filloj me njerëzit e mirë. Kemi? Apo s'po flasim për Shqipërinë? Janë dy. Po nuk i them emra, nuk i them se do i vrasin me gur. Komshinjt. Njerëzit e mirë janë më të lumtur. Ajo një që dion s'ka komshi. Nga psikologji, pra është një studim psikologjik, por nuk po i hyj detajeve. Njerëzit që janë të mirë janë më të lumtur. Shi. E ke vëre si nxin këta që kanë shumë pushtet, shumë para, shumë. Janë thjesht të zinj dhe në stres vazhdueshëm. Sepse nuk janë të lumtur. Sepse janë të mirë. Besoj që ka një lidhje mes të dyjave. Po tani ti lindi mirë dhe
të prish paraja dhe humbet gëzimin dhe lumturinë, apo Unë mendoj që paraja të nxjerr më të keqen që ke. Sidomos kështu në Pra e keqja këtyre që kur e ke shohim me është tufa. pas kërshqenie e keqe ekstreme, domethënë. Shoqëria, pra kush të mbron më shumë nga depresioni, tjetër studim ky. Të mbron shoqëria, jo romanca. Pra të mbrojnë shokët, jo gruaja, ose shoqet, jo burri. Po, këtë ne si e shqiptarë përktheva kemi shumë ditur gjithmonë. Po sigurisht. Ne me shoqet, domethënë Ne martohemi me shoqet, dhe pastaj marrim në një burrë se na duhet dhe dikush për shtëpi, domethënë për të. kur partneri të kërkon numrin Për të kënduar një herë në 3 vjet. Passwordin e telefonit apo të WhatsAppit, i thua vetëm chatin me gocat, mos e lexo lutem. Lexo chat dush. Unë kam fatin e madh të mos kem as WhatsApp, as goca edhe as partner. Një aplikacion mesazherie. Por të besoj kur e thua. Një tjetër studim, ky duhet thelluar ndoshta, vegetarianët janë më të etur për pushtet se ç'mendohet. Se ne kujtojmë me një vegetarian këtu mes neshti? Jo, sepse nuk njoh Blerina, sepse shumicën i kanë ngrënë ai mish ngrënë si bulevardit. Sepse mbasi kërkonte mish edhe verë 3.000 euro, 30.000 euro, 33.000 euro, thoshte më sillni një vegetarian për ta pretur se tres dot. Edhe kam dëgjuar që kanë ngrënë dhe shok partie, domethënë thjesht sepse ishin vegetarian. Një tjetër studim, po i bie shumë, kam shumë studime në radhë, po i bie shkurt. Këta njerëz që mendojnë se janë të pashëm, ka qelluar që të jenë edhe më materialistë të tjerët. E parti? Jo, thjesht po mundohem me mendjen time të gjej lidhjen, po ndoshta duhet të investojnë në Jo, mendojnë se janë të pashëm dhe mendojnë që mund të marrin ç'të duan, ose mund të marrin më shumë se të tjerët. Ai qartë. Pse mos e përdor këtë pashmërinë time që unë mendoj se kam. Po. Di unë për të kërkuar DJ Kedosit, po themi 2.000 lek borxh edhe për të mos ia kthyer më kurrë. Dhe si njeri që po të mendoja që jam i pashëm, që se mendoj, do kisha bërë këtë. Do ishte 2.000 lek më i pasur. Do isha jo vetëm kaq, po DJ Kedosi do kishte disa javë që do ishte do shkonte në shtëpi me 2.000 lek ose me 1.000 lek. Vërtet mendon që mes nesh ti do isha ai me 2.000 lekshim plus në xhep? Se tani për 2.000 leksha, tani për nëse ka një njeri që mund të merrte 10.000 leksha, nuk di të them. Ke studim tjetër? Kaq studime kisha, tani kam vetëm lajme bizarre. Jo, unë studime nuk kam, por mund të them që meqense përmenda faktin e WhatsAppit, Coloreto, nëse ti do që të mos kesh probleme të tilla të kontrollit të telefonit, WhatsAppit e tjerë, mund të transferohesh në Itali, vend i cili më së fundmi i ka vënë vulën këtij muhabeti, dhe nëse ti hap telefonin partnerit, po qoftë edhe e ke parasysh kur je në autobus, jo, ti nuk hyj në autobus, po shpesh herë. Unë sipi në autobus. Kur je në autobus dhe po shkruan një mesazh. Unë vetë jam apo kam zbritur. Është ai mbrapa teje që s'qat pak kokën se do të lexoj. Ore me kë po fleti, fundja fundit dhe ç'po i thua. Tani, kjo çështje në Itali është si quhet? Zgjedhur në mënyrë ligjore. Po pra. Pra në Itali është gabim. Jo, do të thënë e vërteta është kjo që në Itali, nëse ty të kapin që ke lexuar WhatsAppin e bashkëshortit apo të kudo tjetër. Po. Pa leje, pra po më shiko, me një pistolet në ball e diti sa WhatsApp e lexojnë kështu. Duhet të them, ne që ta lexojmë mbas shtëpinë në autobus. Po jeni me lejen time. Po patjetër. Po tash ne diku do i hedhim syt. Tani më mirë do të hedhim syt në vende intime apo në celular. Mua nuk kanë shans ma bëni se unë rri gjithmonë te rreshti i fundit në autobus pikërisht për këtë arsye. Unë kam parë disa herë që jepi edhe autobusit. Ndoshta nga që nuk dohet të përziesh me njerëzit. E bëj edhe këtë, jam i çmendur. Por kjo puna e Italisë fakt është shumë e vërtetë. Në Itali gjykata lart duket e ka vendosur në Rom që një person i cili kishte marr pa leje gruas disa mesazhe nga WhatsAppi deri në 10 vjet për ti përdorur në gjyq kundër saj, në fakt jo vetëm që u deklaruan të pavlera dhe nuk merreshin dot si provë, por gjykata vendosi që kushdo tjetër që do marr pa të drejtë dhe do lexoj mesazhet në WhatsApp të partnerës 10 vjet në Durrës. Minimumi. 10 vjet në burgun e Durrësit. Kolom, se thash, e mban mend kur thash që s'kam një studim? Po. Kam një studim. Ha të lutem. Shiko tani, të rinjtë e sotëm, pra ata që sot ata që sot janë të rinj, sipas këtij studimi,
në moshën e tyre 48 vjeçar. Pra kur ti të bësh 48 vjeç, pra kur të arri majën e rinis. po, një në 4 mes jush do të jetoj i vetëm, do të jetë vetmitar, do të jetë një njeri. Tani nuk e kuptoj, kemi vrarë. Është pak a shumë se i Korçari. Gruan, na ka vrarë gruaja, na ka lënë gruaja, kemi lënë gruan. Fare, s'do keni kemi zbuluar që jemi gay, çfarë ka ndodhur? Fare zero, nuk do keni asnjë lloj interaksioni human me qenie qoftë të njëjtës. Po, ç'më the. Kam frikë se kam frikë gjithmonë se do humbas në pyll. Kur të bësh 48 vjeç. Dhe s'do gjej dot as rrugën. Deri atëherë ke kohë. Ky është një lajm shumë i keq Blerina, po unë do të gjej edhe 3 të tjerë që të jenë më fatëzin se unë, dhe 3 me ta. Duke shpresuar që njëri nga ata ta haj këtë të qenit vetëm. Një blok reklamash mbas të cilit një vas korr. Një quiz lam të mire për ditën e sotme. Me mua nuk besoj sepse unë në quizet ti e di që fiton gjithmonë. Jo, humbas gjithmonë, pra nuk është garë drejt. Do t'ja bëj Kedosit. Atëherë, DJ Kedos. New Yorku organizon një festival të pazakont maraton. Një fest ku njerëzit mblidhen përpara një ekrani dhe shohin çfarë do thoni ju, që në fakt do ma thot DJ Kedos. A. Video të ndërtesave dhe grataçelave më të bukura në Shqipëri. B. Video macesh. C. Video ushqimesh të vendeve të ndryshme të botës. Lejohet kopja? Mund t'jap një kopje Kedosit? E treta, thot DJ Kedos, Kedos voton për video ushqimesh të vendeve të ndryshme të botës. Po, Kolo, mund të kopjosh. Unë dëgjova vetëm të parën. Dhe nuk i dëgjova të tjerat, por kam ngelur dhe e parë. Pra, unë besoj që gjithë New Yorku video të ndërtesave. Po mblidhet dhe admiron arkitekturën brutaliste të Shqipërisë. Më të bukura në Shqipëri. Po, për të cilën kanë thënë që kam dëgjuar që astronomët kinez kur vi rrotull globit, kur vjen pjesat e Shqipërisë mund të shojnë nga mbyllin syt. E thonë që kaloj pyesin ChatGPT-n, kaloj Shqipëria, hapi syt. Ka ardhur në studio. Po, mund t'i nënshtrohet edhe me shumë vonesë. DJ Kedos, sapo e bëm quizin. Jep mundësinë edhe Erma Micit. Erdhi shiku. Edhe Përshëndetje. Të na japi një veshur shumë shik të dy. Një përgjigje, po. Jo, erdhi shiku pranaj edhe i rash derës. Do na jep një përgjigje apo ta jap vetë tani? Po për çfarë? Na fusni direkt në Nuk e kemi thënë. Okej, mirë, çe kemi në kohë, okej. E dyta thot Davidi ti? Për çfarë? E para, e dyta apo e treta? Pa kontekst fare. Dëgjuesi të di. E treta. Jam kundër rrymës unë. Erma dhe DJ Kedos kanë dhënë opsionin pra që njerëzit mblidhen në New York për të parë video ushqimesh të vendeve të ndryshme të botës dhe nuk është e saktë. Ndërsa arsyeja e vërtet, pra ky festival maraton që organizon në shteti i New Yorkut, në fakt është ai që shfaq video macesh maraton dhe ndërkohë që njerëzit mblidhen dhe shohin videot e macave, mbledhen dhe fonde për 4 putroshe. E gjetë Davidi domethënë? Unë fitova. E gjeti Davidi. Futen kokë këtë lajm që tua çojmë, çau transmetojmë edhe. Ai që i dëgjonte këto lajme është në Durrës. Po kishim njërin që vdiste për ta bërë Shqipërinë si New York, Tiranën si New York, por nuk ja dhan mundsinë. Ja pren në rinë. I bi tash i bën xhiro ke Volga domethënë, me që është në Durrës. Nuk e di tamam, a është më afër spitalit apo. Avatari vet po ndoshta edhe te Volga, po ai vet është më shumë pastron aty rrotull qelis, domethënë fshin me rimangat, kam dëgjuar. Jo, ai ka pasur specialitet lyeri me boj. Po kam dëgjuar, Kadaren nga e para. Kurbanin fle poshtë krevat, do të ka poshtë e vësias tek. Okej, mirë. Do ikim, po do lëm, si më thënë, u kënaqem. Ne u kënaqem. Ne unë nuk kënaqem kurrë, nuk kënaqesh kur. Unë vi për të bërë detyrën. Kolo, njerëzit e mirë janë të lumtur dhe të kënaqur, se e the. Unë nuk thash jam i mirë. Nuk thash jam i mirë. Jam gjithmonë i palumtur dhe gjithmonë i pakënaqur. Bravo Kolo, ju çfarë do kemi nga ana juaj? Ne sonte kemi një të ftuar shumë të veçantë, të cilën do ta zbulojmë vetëm pas pak, nuk po e themi tani. Ju të dy do ta shihni kur të dilni nga këtu. Jo, do të bëj një propozim. Po e the tani ke shanse të mbartë sa publik, sepse do vëmë një këngë që do largoj gjithë publikun nga. Publiku se vjen më mbrapa. Mbajtur nuk fiton gjë, sepse ca njerëz do të ikin pa marrë vesh kush është. Ti ikën publiku jot, po më vjen publiku im pastaj, kështu që këto skeca thua fare kolorito, kështu që cila është kjo këngë e njëherë? Po do këto kemi këngë. Atë do vëmë ca lajme. Nga këto lajme të shkundën domethënë. Që të mbledhim gjithë gjyshrit.
te radio dhe të ikë gjithë brezi Të shkundin popullin. Unë dhe Koloikën, puç, dëgjojmë të hënën e ardhshme. Bye bye.